Joy, bëje një lëvizje pra. Në rregull, merre këtë trimosh. Trup guri im do të zhduk kokziun tënd. Po si pra teja, se mos do të ketë ajo mundësi kundër tipit tim gjigant prej guri. Hiq dorë! Mendoj se nuk ka mundësi, vetëm nëse përdor letrën e frymës së jetës. Ha? A e bën dot ajo këtë? Po, sigurisht. Fryma e jetës I lodh për binçit e mdhenj. I kthen ata në hiç. Tani Joy, pikët e tua të jetës janë 0. Humbe edhe një herë dhe unë fitova. Nuk ja thua fare për këtë lojë. Tristani ka të drejtë Jugi, kot jam. Sfitoj dot një lojë me përbindësha për të shpëtuar jetën. Si është puna Jugi? Pse sfitoj dot kur? Më thuaj ku po gaboj? E po le të shohim pak letrat e tua. Në rregull. Urdhëro. Faleminderit. I kam të organizuara mirë, si thua. Askush nuk fiton dot me këto. Joy, e ke dorën të mbushur vetëm me letra përbindësh. Unë mendova që të mblidhja çdo përbindësh shkatrimtar të mundshëm. Por ama loja nuk luhet kështu. Dueli I përbindshave ka të bëjë me kombinimin e letrave magjike me ato me përbindësha, për të shtuar forcën e tyre. Po nuk pate magji në dorë, përbindëshat e tu do të munden për herë. E shikon, këto janë ato gjëra që duhet të di. Jugi, më ndihmo të mësoj më tepër. Gjyshi im është eksperti I vërtet në familje për lojrat. Do shta të ndihmon ai. E gjysh, të solla një nxënës të ri. Nxënës? Po shpresoja që me që ju dini më tepër se kushdo tjetër për lojën, të më mësonit edhe mua. Të mësoj ty? Dueli I përbindësave është një lojë ndërlikuar. Po, e kam kuptuar. Teja më mundi 3 herë radhazi. Në fakt Joy teja të mundi 5 herë radhazi. 5? O, bo. Po, mund të mësoj ti jesh një finalist I madh turnesh, por vetëm nëse je gati të kalosh ditë e net pa gjumë të ngarkuara me stërvitje të rrept. Buke djath kjo gjë. Me një sjellje të tillë ndoshta si I denj të të mësoj. Si të pushoni goja more Llafasan? Të lutem Jugi, më ndihmo ta bind atë. Do të punoj fort, ta premtoj. Joy, edhe për gjyshin tim është vërtet shumë sfidë e madhe. Që të mësoj ty duelin e përbindshave. Asgjë s'është e pamundur. Vërtet e ke gjysh? Joy, ai ta tha një herë që se bën dot. Nëse se bën, se bën dot. Unë s'thash fare se bëj dot. Por nëse biem dakord, duhet të punosh. Do të bëj gjithçka. Të premtoj. Mirë, atëherë do të filloj mundëzimet me ty me një herë, miku I miri. Në tutelën time, ti do të mësosh. Mund të më thuash për bindjen më të madh të dueleve? Jo. Po, më të doptin ma thua dot? Jo. E di se çfarë është letra graska, apo jo? Paka shumë, se kam iden. Mirë mbrëma tifoz duelis dhe 10 milion spektatorë në shtëpi. Dhe mirë se erdhët në duelin e përbindeshave ku sonte do të përcaktohen kampionët e rrethit në duelin e përbindeshave. Nga 200 rivalet që kanë garuar në këtë turne maraton, vetëm 2 kundërshtar mbeten në këmbë. Bëni gati letrat tuaja për Weevil Underwood, përdoruesi I insekteve, dhe kundërshtari I tij numër 1, Rex Raptor, garuesi me dinozaurë. Djali insekteve kundër frymës së dinozaurit. Çfarë lloj ndeshje është kjo? Aty mund të kisha shkuar unë. E di se ke javë që stërvitesh, por ata djemtë janë në nivel tjetër. Ti si ende gati? Po si, pa ta shohim. Dhe veç kësaj ti je I lodhur dhe nuk I mban dot syt hapur. Mendoj se mësimet e gjyshit janë shumë të lodhshme për ta. Jam shumë I lodhur, duhet të pushoj. S'ka kohë për pushim. Ke ardhur të mësosh duelin e përbindshave apo ke ardhur që t'ja marrësh me gjumë? E shikon, është e vërtetë ajo që thon, po fjetë humbet. S'do të kem qenë mirë kur mendova se mund ta mësoj këtë lojë. Koha për mësimin tënd. Nuk kemi mbaruar ende? Ke ende shumë punë more për tas. Tani mjaft me ankesa Joy. E di se ke punuar shumë dhe fort, por je duke përparuar shumë si garues. Dhe jam shumë krenar për ty. Gjysh, faleminderit. Me qëra fjala Jugi. Erdhi kjo pako për ty. Një pako? Çfarë ka gjysh? Unë nuk e di, erdhi me post. Ajo është nga kompania e lojrave. Kompania e lojrave? Është kompania që bën lojën e letrave të përbindshave. Pse vallta ka dërguar ty një pako Jugi? Nuk e kam iden fare. Mos ndoshta kanë dëgjuar se kam mundur kampionin e botës? Do të thuash Kaiba? Po, nuk ishte ndonjë ndeshje zyrtare si të thuash, por Kaiba e la turneun për fajin tim. Trish letrën tënde të fundit dështaku Jugi që t'i japin fund. Pakoja e gjyshit tim nuk ka letra dështake Kaiba. Por ajo përmban Exodia në pandalshëm. Ajo e pamundur! Exodia! Shfarosi!
Më zë koka vetëm kur dëgjoj emrin e Kajbës. Wow, shok, reptori sapo e ndaloi Weevillin. Yugi, a është i zoti ky djali? Oh, sigurisht. Janë që të dy garues shumë të fortë. Weevil specializohet në letrat me insekte dhe është një strateg i zoti. Pastaj kemi Rex Raptor me letrat e tij me dinozaur. Ai përdor fuqitë e tyre për të mahnitur kundërshtarët e tij. Insekte të vogla kundër dinozaurëve të fuqishëm. Raptori e ka të fituar këtë lojë. Nuk do t'isha kaq i sigurt. Në rregull pra Weevil. Zëre se je për ushqim për dinosaurët. Raptori mori letrën më të fortë të dorës së tij. Mbretin e tmerrshëm dy kokësh Rex. Me sa duket kjo ndeshje do të përfundoj këtu dhe tani. U kthyen tifoz të përbindëshave dhe me mbërritjen e mbretit dy kokësh, Rexit me sa duket ky dueli ka mbaruar. Lëvizja jote. Prit deri sa të ndjek të pomoretin e vogël të dobët. Weevil Underwood e sulmon me letrën e insektit të vogël. Ai përdor një insekt të dobët kundër një dinozauri gjigant? Kam përshtypjen se shkon një strategji e tillë. Ndoshta, por unë nuk do ta nënvlerësoja Weevillin. Mbreti Rex, le ta marrim këtë kupë. Ndaloj atë. O sole drejtët e kurthi im. Po si val do ta dinte ai dinozauri yt trupeshk? Ku një armik të sulmon, brojtja ime aktivizohet. O, jo, është një letër grack. E cila e fut në një grac plotësisht të palëvic me Rexin, mbretin tënd. Jo, mbreti im Rex. Edhe ndërkohë që ai është aty, unë do të përmirësoj insektin tim të vogël duke i dhënë atij armatim të plot me lazer. Nuk është edhe aq insekti i vogël dhe i dobët tek e fundit. Sulma! Mbreti Rex u zhduk tani. Më mundi një buburrec. Një fitore madhe nga Weevil Underwood, kampioni ynë më i ri. Wow, mbreti Rex u mund nga një insekt. Dhe tani një nder shumë i veçantë për kampionin ton të ri. I ardhur këtu për të dhënë kupën e kampionit të lojës me përbindësha, krijuesi i duelit të përbindëshave dhe presidenti i industrisë të lojrave. Zonja dhe zotrinj ju prezantoj zotin Maximilian Pegasus. Përgëzimet e mia. Faleminderit. Dhe si kampion i rajonit, unë të ftoj të garosh në një turne fare të ri që do të bëj tek mbretëria e dueleve. Zoti Pegasus, me atë lajmërimin që bët sonte do vinë mira lojtar me turma në mbretërinë e duelit. Po, dhe shpresoj që një ngjarje e tillë të tërheqë ata që kanë copsat e mijëvjeçarit që unë kërkoj. Tani ju kujtova. Pakoja ju dorëzua djalit, siç na urdhëruat zotëri. Mrekulli. Me gjithë emocionin e kampionatit ka harruar të hapësh pakon tënde, Yugi. Çfarë mund të jetë vall? Qën ka një dorashk. Dhe yje, ndoshta ka ndonjë shpjegim në video. U te brenda dhe kontrolloje. Në rregull. Përshëndetje, Yugi i vogël. Unë jam Maximilian Pegasus. Pegasus. Ne sa po e pam në I televizion. famshmi Maximilian Pegasus i dërgon përshëndetje Yugi tim? Kam dëgjuar disa gjëra jashtëmase interesante për ty, Yugi. Poshtja që i bëre Seto Kaibas më intrigoi aq shumë sa që kam vendosur që t'i hetoj personalisht fuqitë tua në duel. Ja këtu dhe tani do të bëjmë një duel të veçantë. Do të luaj me një master rap të kohe prej 15 minutash dhe kur të mbaroj koha, lojtari që do të ketë pikët më të shumta do të jetë fituesi. A je gati? Çfarë? Wow, nuk besoj se ai mendon se ti do të ndeshesh kundër një videokasete. Kjo është një çmenduri. Jo, është magjike. Gjithçka u bë shumë errët dhe e ftohtë dhe të tjerët nuk po lëvizin. Çfarë na bëre kështu? Ku na ke çuar ne? Nuk jemi më në botën që ne njohim, por do të të kthej pas në lojën tonë. Atëherë është koha për duel. Caktoje kronometrin dhe bëje lëvizjen tënde, Pegasus. Sigurisht, le të fillojmë pra. Je i friksuar, Yugi i vogël? Duhet të jesh. Nuk e përballur kurrë më parë me një lojtar si puna ime. Mund të jesh i zoti, Të siguroj se jam. por unë do të mund për të shpëtuar miqtë mi. S'ke për ta bërë dot atë me letrën e dragojit. Por si? Të thash që si përballur kurrë me një si puna ime.
Unë di çdo lëvizje që do të bësh, në fakt përpara se ta bësh. A nuk je dakord dhe ti se kam avantazh duke ditur çdo lëvizje që ti bën? Çfarë? Për shembull, unë e parashikoj lëvizjen tënde të radhës dhe e përball me këtë qyp me kokën e dragojit. Ai do të marrë dragojin komorit të letrës tënde dhe do ta burgos bishën. U bllokua dhe s'do të luaj më kurrë kundër meje. Kjo është shmenduri. Në fillim e lexon mendjen, pastaj e sjell në jetë përbindjen e letrës time. Ky dimensioni i errët njihet si mbretëria e hijeve, një vend mistik ku një përbindësh i madh mund të thirret dhe e pamundur është krejtësisht e mundur. Ajo që po më thua ti nuk mund të jetë e vërtet. Po thuaj pak Yugi, a beson në këto letra se ka magji? Se nuk e di ti e ke shpikur të loj. O sikur të thosha që se kam bërë. Në kohërat e lashta egjiptianët e quanin këtë loja e hijeve. Faraonët e fuqishëm bënin duele mistike në dimensione të tjera, ashtu siç ne po bëjmë tani, por jo me letra. Ata përballeshin me përbindësha të vërtet dhe me magji të vërtet. Forca magjike është e fuqishme saqë egjiptianët e humbën kontrollin e tyre dhe për pak e shkatruan të gjithë botën. Është histori e bukur, Pegasus. Për këta përbindësat nuk mund të jetë e vërtet. Thuaj këtë dragoj tim filltar, ndërsa melodia e tij me flautë ngrin dragojin tënd komori dhe e vendos nën pushtetin tim. Unë duhet të kundërsulmoj dhëmbët e argjend. Zetësi! Si që shikon, Yugi, këta përbindësha janë shumë të vërtet. Dhe shumë të rrezikshëm po ashtu. Yugi i vogël, ti je shumë argëtues. Mënyra se si zemrohesh dhe ngërëdheshesh luftarakje, por pas një shpresë dhe tërësisht i paditur për fuqinë e mozaikut tënd të 1000 vjeçarit. Çfarë? E vërtet, 5000 vjet më parë, një faraon i fuqishëm e mbylli diku magjinë e lojës së hijeve. Por ç'lidhje ka kjo gjë me mua? Faraoni mblodhi këto energji të mëdhaja magjike në 7 sende mistike 1000 vjeçari. Në 7 sende, ti po thua se mozaiku im është një prej tyre? Po, dhe ka energji mistike të bllokuara brenda tij, magji që mund të ndryshojë jetën tënde për jetë, po të dije si ta lëshoje. Por pse po ma thua mua të gjithë këtë? Përse? Sepse thjesht dua që ta dish. Por ndoshta të kam thënë shumë, dhe me që ora po ecën ende, unë propozoj që të vazhdojmë të luajmë këtë duelin tonë të vogël. Ai ka të drejtë. Koha po kalon dhe unë ende se kam zbuluar nëse e lexon dot mendjen time. Apo është ndonjë marifet? Duhet të provoj ndonjë gjë. Ndoshta luftëtarin tim zombi. Pa prit pak. Ai e di mirë se çfarë do të bëj unë. Por si ka mundësi? Me siguri ka lidhje me atë syrin e tij të çuditshëm. Kjo është apo jo? Ai syri i çuditshëm me siguri e lejon që të shoh atë letrën që kam në dorë. Pra çdo letër që mund të zgjedh unë, ai gjithsesi është një hap para meje. Por tani më lindi një ide. Nxito tani Yugi i vogël, koha po mbaron për ty dhe miqtë tu. Pegasus pret që unë të luaj një nga letrat që kam në dorë. Po sikur të luaj një letër që as unë nuk e kam parë ende. Çfarë ndodh nëse unë zgjer një letër të re nga grupi pa e parë fare atë? Unë e di tashmë se planifikove lojtarin zombi. Dhe prandaj jam i përgatitur që ta kundërshtoj atë me një letër gratske që i hedh edhe zombit në tokë dhe i lë pa jetë. Por jo kësaj here. E zbulova lojën tënde të vogël, Pegasus. Ti mund të gjesh se cilat janë letrat që kam në dorë, por se shet dot letrën që kam marrë nga tavolina. Letra ime e radhës është Magjistari i Zi. Magjistari i madh i Zi i frikshëm. Dallu sa të duash me mua, Pegasus. Për magjistari im të ta shkatroj atë dragojin. E po bëje nëse mendon se do të ndihmoj. Do të më jap më tepër se sa ndim, Pegasus. Do të t'afroj ty më tepër me mundjen dhe mua më tepër me shpëtimin e miqve të mi. Nëse mund t'i bëje të gjitha këto, luaje atëherë pra. Magjistari i Zi! Sulmi i magjisë së errët! Loje bukur. Pasi përdore magjistarin tënd të Zi, më lejove edhe një herë që të manipuloja. Duke luajtur atë letër, më sigurove fitoren. Jo. Do ta shohim, Yugi. Një letër shumë e rrallë. Ky është dy kokshi i frikshëm pa fytyrë. Unë nuk e kam parë kur më parë atë letër. Por magjistari i Zi është një nga letrat më të forta magjike në lojë. Po si do të marret ai kur unë të kombinoj dy kokshin tim pa fytyrë me syrin po aq të rrallë të iluzionit? Magjistari i Zi, sulmi i magjisë së zezë! Magjistari i Zi! Sulmi
mi nuk bëri asnjë gjë. Ty kokshi pa fytyrë duhet të ishte shkatruar, por është ende aty në këmbë dhe mua po më mbaron koha. Jam vetëm 300 pikë jetë para, por kjo vetëm nëse Pegasus po më lëshon pe. Duhet të gjej një mënyrë për ta mundur atë në lojën e tij të hijeve. Pegasus I di të gjitha hilet, por më duhet të gjej mënyrën për ta mundur atë. Duhet të kem besim tek letrat e gjyshit tim. E sulmoj kombinimin tënd me rojtarin me shpatë. Ky luftëtar I mag do ta pres fytyrën në përbindshit tënd në gjysmë. E vërtet, rojtari yt është I fortë, por edhe një herë kena vlerësuar fuqinë e madhe të syrit tim të iluzionit. Jo! Sulmi magjisë së zezë. Por kjo është e pamundur. Ty kokshi pa fytyrë nuk ka një sulm të magjisë së zezë. O jo! Më sulmoi magjistari im I zi I dora vet. Pegasus po e kontrollon atë me syrin e iluzionit. Por nëse po përdor magjinë e tij për të kontrolluar magjistarin tim, po dy kokshin e tij kush po e mbron? Po Jugi, koha jonë e lojës po mbaron pas pak, edhe me që kam më tepër pikë se ti, më duket se unë jam fituesi. Koha s'ka mbaruar ende, Pegasus. Dhe ti ke bërë gabim që e ke lënë zbuluar për një sulm fizik dy kokshin tënd. Ja, Skybard! Sulmo! Na mbaroi koha, por ju ofrove shumë. Nëse do të mund ta bëj atë sulm, unë do të kisha humbur, por nuk humba, apo jo? Sot pash deri ku arrin talenti yt, Yugi Moto. Dhe në duelin e javës së ardhshme do të ndeshemi për gjëra më me pesh. Unë e kam mbyllur me lojrat e tua. Ti kujton se unë po të lejoj të zgjedhësh, por unë nuk po e bëj. Sepse dhe unë kam një nga sendet mi vjeçare, syrin e fuqishëm të mi vjeçarit. Një sy I mi vjeçarit? Ke të drejti dashur Yugi, dhe tani do të tregoj se deri ku arrin të vërtet magjia e tij. Shiko, unë kam zbuluar se duke dhënë nxitjen e duhur, kushdo mund të detyrohet të luajë lojën time. Dashur gjysh! Po, do të garojmë sërish, Yugi. Si ndryshe do të shpengoj ti shpirtin e gjyshit tënd. Gjysh! Gjysh! Gjysh!